Unë besoj se asgjë nuk ndodh, as kore nuk merr vendime tilla pa u konsultuar me strukturat e mregjshme të sigurisë në Kosovë, po dhe me strukturat në rajon, edhe me siguri se ka një koordinim edhe të punëve, edhe të bisedave, edhe zhvillimeve, edhe me Mojsilovicin që ndoshta nuk e din as Vučići që atë e morr vesh edhe është edhe leja e tyre që ajo të ndodh, nuk po ndodh ajo rastisht, por vërtet janë pjekë të gjitha kushtet që ajo të ndodh dhe kjo përgjegjësi gradualisht kalon tash tek policia e Kosovës, duke i falendëruar tash modernizimit të policisë, trajnimeve të shumta që ka policia e Kosovës, profesionalizmit tyre, mandej monitorimit situatës, mbajtjes në kontroll në pjesën veriore që 2-3 vitet e fundit që nuk ka ndonjë ekses me pasoja tronda mbobim baza nacionale dhe kur aty afër asaj ure qarkullojnë edhe 2 ura tjera dhe atje qarkullojnë edhe me vetura dhe me kamiona. Ka asnjë logjik që kjo urë mbetet e mbyllën dhe qëndron ashtu. Pra interesante është se prej urës tigrit te ura e Boshnjakëve, në lagjën e Boshnjakëve, si ka nështë një 500 metra, kështu, me këshyrë. Shumë afër, shihet edhe me sy prej vendit aty, dhe aty qarkullojnë, do të thotë, edhe njerëzit qarkullojnë, edhe makina, qarkullojnë edhe kamiona, autobusa, dhe ka qarkullim të lirë edhe të njerëzve dhe të mallrave, pse mos ndodh kjo edhe në urën kryesore dhe të mbahet ajo peng që sa vite. Besoj se të gjitha kushtet nga aspekti i sigurisë janë pjekë që ajo të ndodh dhe normalisht se kjo do të ndodh gradualisht. Unë besoj që nuk do të ndodh kjo për një herë që nuk do të shohim tash forcat e policisë Kosovës që e zëvendësojnë për një herë kforin, por ata me siguri me një numër shumë të reduktuar, me një numër shumë të vogël do ta monitorojnë situatën dhe do ta ndihmojnë policinë e Kosovës nëse eskalon në një situatë më rënd.